A ju e bëni të mbi ajo, apo ne e bëjmë të mbi? Sikur ne të dëshironim, do të bënim atë të thyer, të shkatruar, e ju do të mbeteshit gjithmonë të habitur, duke thënë: S'ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar. Po jo, ne mbetëm pa të varfëruar. A e shihni ujin që po e pini? A ju e lëshoni atë prej rreve, apo ne jemi që e lëshojmë? Sikur ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falendroni? A e keni parë zjarrin që ju e ndizni? A ju krijua drurin e tij, apo ne jemi krijues? Ne e bëm atë si për kujtim për zjarrin e xhehenemit dhe të nevojshëm për ata në vendet e pabanuara në shkretëtir. Pra, ti lartësoj emrin e Zotit tënd të madh. Betoam në shuarjen perëndimin e yjeve. E ai është betimi i madh, sikur ta dini. Se me të vërtet ai është Kurani i famshëm. Është në një libër të ruajtur. Atë nuk e prek kush, vetëm të pastrit, me laiket. Është i zbritur prej Zotit të botëve. Ndaj këtij ligjërimi, Kurani, ju jeni të luhatshëm, të pavendosur. Dhe falënderimin për furnizimin tuaj, ju jeni që e gënjeni. Përse, pra, kur arrin shpirti në fyt, e ju në atë moment shikoni se ç'po i ngjet. E ne jemi më afër tek ai se ju, por ju nuk shihni. Dhe përse nëse ju nuk jeni përgjegjës për vepra, përse nuk e ktheni atë shpirtin të mosdal? E nëse ai i vdekuri është prej të afërmve të Zotit, ai ka te Zoti kënaqësi, furnizim të mirë dhe xhenet të begatshëm. Po në qoftë se është nga të djalltët, pra ty të qoftë selam prej të djalltëve, i thuhet. E në qoftë se është prej gënjeshtarëve të humbur, mirëseardhja e tyre është pritje me ujë të val, dhe djegje nga zjarri i xhehenemit. E s'ka dyshim se kjo është ajo e vërteta e sigurt. Pra ti lartëso Zotin tënd të madhëruar. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e lartësoj me adhurim çka në qiejin e tokë, dhe ai është i gjithfuqishëm i urti. I tij është pushteti në qiejin e tokë, ai jep jetë dhe ai jep vdekje dhe ai ka fuqi për çdo send. Ai është i parit që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim, i dukshmi dhe i padukshmi, dhe ai është më i dijshmi për çdo gjë. Ai është që krijoi qiell dhe tokën vetëm për 6 ditë, pastaj mbysyndoi arshin. Ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret nga qiellit dhe çka ngritet në të, dhe ai është me ju kudo që të jeni. Allahu është përcjellës e asaj që punoni. Vetëm i tij është sundimi i qiejve dhe i tokës, dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ai e ngërthen e zgjaton natën në ditë dhe e ngërthen zgjaton ditën në natë, dhe ai është që i di të fshehta në gjoksa. Besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe jepni nga ajo që ai u bëri trashëgues në të, se ata që besuan prej jush dhan për hir të Allahut, ata kanë shpërblim të madh. Ç'keni ju që nuk i besoni Allahut, kur i dërguari i tij ju thret të besoni Zotit tuaj, nëse jeni besimtar o sot o kurr. Ai robit të vet i shpall argumente të qarta për t'i u nxjerr juve prej errësirave në dritë, e s'ka dyshim se Allahu është i butë i mëshirshëm ndaj jush. Ç'keni ju që nuk jepni për në rrugën e Allahut, kur dihet se Allahut i mbesin trashëgim qiejt e tokë? Nuk janë të barabartë për jush ata që dhanë nga pasuria e tyre dhe luftuan para shlirimit, sepse të tillët kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas. Por të gjithëve Allahu u premtoi të mirat. Allahu di çka punoni. Kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, e që ai t'ia shumëfishoj atë dhe ai ka një shpërblim të mirë. Përkujto ditën kur i sheh besimtarët dhe besimtarët që drita e tyre flakëron para tyre dhe në të djathtë të tyre. U thuhet, myshde e juaj sot janë xhenetet nën të cilat rrjedhin lumenj, aty do të jeni përgjithmonë. E ajo është fitore e madhe. Ditën kur hipokritët dhe hipokritjet atyre që u besuan u thanë, na pritni ose na shikoni të ndriçohemi prej dritës suaj. U thuhet, ktheuni prapa jush në dynja e kërkoni ndonjë dritë. Atëherë vihet ndërmjet tyre një farmuri që ka një derë, e brendia e tij është mëshirë, xheneti, e ana e jashtme e tij është dënimi, zjarri.
Hipokritët e mbetur në errësirë i thrasin ata besimtarët: "A nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju?" Besimtarët përgjigjen: "Po, por ju e shkatruat veten me hipokrizi, ju prisnit kopë të zi për besimtarët, ju dyshonit në çështjet e fesë dhe ju mashtruan shpresat e kota deri kur ju erdhi caktimi i Allahut, vdekja, dhe ashtu përkitazi me Allahun mashtruesi ju mashtroi. E sot, për jush nuk pranohet ndonjë kompensim e as për atyre që nuk besuan, vendi juaj është zjarri, ai është ndihma juaj, sa përfundimi i keq është ai. A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e Allahut dhe me atë të vërtetën që zbriti me Kur'an, e të mos bëhen si ata, të cilëve u është dhënë libri më parë, e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën, e shumë prej tyre janë jashtë rrugës. Dini se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ua kemi sqaruar argumentet ashtu që të kuptoni. S'ka dyshim se ata që japin lëmosh, sadaka dhe që sinqerisht japin për hir të Allahut, atyre u shëmfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh. Ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, ata janë të sinqertit dhe dëshmorët tek Zoti i tyre, ata kanë shpërblimin e vet dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohuan dhe përgënjeshtruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Ju njerëz, dini se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, kalim kohë në argëtim, stoli krenari mes jush dhe përpjekjen në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, e që është si shembull i një shiu prej të cilit bima i habit bujqit, e pastaj ajo thahet dhe e sheh atë të verdh, mandej bëhet të thyer e llomitur, e në botën tjetër është dënimi i rënd, por edhe falje mëkatësh dhe dhurimi i kënaqësisë nga Allahu, pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se përjetim mashtrues. Shpejtoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe xhenetit, që gjërësia e tij është si gjërësia e qiellit e tokës, i përgatitur për ata që i besuan Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është dhuntia e Allahut që ja jep kujt të doj, e Allahu është dhuruesi i madh. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime, libër, lehmi mahfuz, para se të ngjajë ajo, e kjo për Allahun është lehtë. Ashtu që të mos dëshpëroni tepër për atë që u ka kaluar, e as të mos gëzoni tepër me atë që ai u ka dhënë, pse Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve, të cilët vetë bëjnë kooperaci dhe me kooperaci këshillojnë njerëzit, e kush largohet prej dhënies, le ta di se Allahu është i begatshëm, i lavdishëm. Ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbajnë njerëzit të së drejtës. Ne i kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, e edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarin e tij, duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se Allahu është i fuqishëm bizotrues. Ne Nuhun dhe Ibrahimin i zgjollëm të dërguar, e pasardhësve të tyre dyve u adham pejgamberllëkun dhe librin, e disa prej tyre i udhëzuan në rrugë të drejtë, por shumë prej tyre mbetën jashtë rrugës. Pastaj vazhduam pas tyre me të dërguarit tan, e pas tyre dërguam Isain të birin e Merjemës dhe atij i dham Injilin, e në zemrat e udhëtarëve të tij dhuruam butësi e mëshirë, ndërsa murgësin ata vetë shpikën. Në atë nuk u bëm obligim atyre, mirë po edhe pse kishin për qëllim me të vetëm të arrijnë kënaqësinë e Allahut, ata nuk i u përmbajtën asaj si duhet përmbajtur. Prandaj atyre që besuan, ne u dham shpërblimin e tyre, por shumica e tyre janë mëkatar, jo besimtar. O ju që keni besuar, kini e frikë Allahun dhe vazhdoni me besimin ndaj të dërguarit të tij, se ai ju jep dy fish nga mëshira e tij, ju dhuron dritë që esni me të, ju fal mëkatet tuaja, Allahu është mëkatfalës mëshirues. Le ta dinë udhëtarët e librit se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e Allahut dhe se e gjithë e mira, pejgamberllëku, shpallja është në dorë të Allahut, ai i ja jep kujt të doj. Allahu është dhuruesi i madh.